A ka nxitur një lloj frike se mos bota është tani përballë krizës së tretë të naftës, duke u përsëritur gjithmonë skenari i viteve 70? Natyrisht, kriza e naftës tashmë është e qartë që ka një krizë të burimeve energjetike përsa përket çmimeve, jo sasisë, por një pjesë e madhe e vendeve kanë dhe frikën që mund përballen jo thjesht me shtrejtimin e burimeve energjetike, por dhe me mungesën e tyre. Dhe kjo për vërtetës shkakton një panik shumë të madh, jo midis qytetarëve të thjeshtë, por edhe midis qeverive dhe ekonomive globale, kush ka parasysh shkallën e ndërvarësisë që ka krijuar ekonomia në botë gjatë tyre 25 viteve të fundit. Mos harrojmë që nëpërmjet ngushticës Hormuzit kalon 25% e trafikut të naftës dhe të gazit, kryesisht për tregun për botën, ndërkohë që tregu aziatik, siç është Japonia, Korea e Jugut, Kina dhe vendet e tjera furnizojnë nëpërmjet kësaj ngushtice me rreth 45% ose më shumë se gjysmën e sasisë së burimeve energjetike që ata përdorin në jetën e përditshme dhe në ekonomitë e tyre. Dhe duke pasur parasysh një pjesë e madhe të industrive të vendeve tjera është vendosur në këtë rajon, kriza energjetike që e prek drejt për drejt atje mund të krijojë një efekt zinxhir që mund ta vendoste të gjithë ekonominë.